Partia Demokratike i ka parashtruar kërkesë panelit zgjedhor për ankese e parashtresa për përsëritje të votimit apo rinumërimit në komunën e Shtimes. Këtë kërkesë PDK-ja e shtroi në ankesën drejtuar PZAP-s, një ditë pasi rezultati zgjedhor i 12 tetorit për këtë komunë është certifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Në ankesë, subjekti që ka dalë i dyti në Shtime ka pretenduar se ka evidentuar parregullsi serioze që e cenojnë integritetin e procesit dhe mund të kenë ndikuar drejt për së drejti në rezultatin përfundimtar. Është gjetur një flet udhëzues për votim të përsëritur dhe mungon një flet votim origjinal për kryetarin e komunës, çka tregon mundësinë e përdorimit të sistemit të organizuar të trenit bullgar. Ky mekanizëm nënkupton që një votues hyn me një flet votim të plotësuar paraprakisht dhe del me fletën e paplotësuar për ta dorëzuar jashtë, duke e shfrytzuar më pas në vendvotime të tjera. Rezultati tepër i ngushtë për kryetarin e komunës, i cili përjashton balotazhin me një diferencë minimale, ngre dyshime serioze se parregullsitë e mësipërme mund të kenë ndikuar në rezultatin përfundimtar. Në ankesën për parregullsi, PDK-ja ka përfshirë edhe deklaratën e shkruar të kryesuesës së vendvotimit, ku thuhet se është evidentuar shkelja. Gjatë numërimit kemi vërejtur se në kuti ka qenë një mos të revotimit, do të thotë se nuk ka qenë flet votim origjinal. Pas numërimit të votave për kryetar komune, mungonte një flet votim, ndërsa u gjet një flet udhëzues brenda kutisë së votimit. Unë si dëshmitare mbaj ende për ta konfirmuar tek ju se ai flet udhëzues ka hyrë në thesin numër 3. Partia Demokratike ankesë të ngjashme ka paraqitur më herët në prokurorinë speciale, si dhe një javë më parë edhe në KQZ, por sa ai është refuzuar me arsyetimin se rezultati nuk është përfundimtar. Shtimja është një prej 35 komunave e rezultatet përfundimtare të cilave KQZ-ja i ka certifikuar të shtunën. Sipas këtij rezultati, kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje Qemail Aliu ka fituar pa balotazh me 50.49% të votave, e ai i PDK-s Përparim Ramusa është rënditur i dyti me 37.11%. Bazuar në rezultatin përfundimtar, raund të dytë të votimeve do të ketë me 9 nëntor në 18 komuna. Balotazh do të ketë në Gjakov, Gjilan, Dragash, Kaçanik, Klin, Fushkosov, Mitrovic të Jugut, Obiliq, Rahovec, Pej, Prishtinë, Prizren, Suarek, Viti, Vushtre, Junik, Mamush e Klokot. Rezultatet përfundimtare nuk janë shpallur ende për komunën e Prishtinës, Junikut e Mamushës, shkaku i trajtimit të ankesave.